Arbeni mendonte se e njihte plotësisht gruan e tij. Pas 10 vitesh martese, ai besonte se nuk kishte më sekrete mes tyre. Ata kishin kaluar bashkë vështirësi, kishin ndërtuar një shtëpi dhe kishin ndërruar për një familje të madhe. Por një mbrëmje të zakonshme, një letër e harruar në një sirtar do të ndryshonte gjithçka. Në atë letër ishte një emër fëmije, një datë lindjeje dhe një dokument birësimi. Arbeni ndjeu sikur toka u hapte në këmbët e tij. Gruaja që ai dashuronte prej 10 vitesh, kishte një sekret që nuk ja kishte treguar kurrë. Ajo kishte lindur një fëmijë të shumë vite para se ta njihte atë, dhe e kishte dhënë për birësim. Por pyetja që përndishte Arbeni nuk ishte vetëm pse ajo e kishte fshehur këtë sekret. Pyetja më e madhe ishte: ku ishte tani ai fëmijë dhe a do të ndryshonte kjo e vërtet gjithçka në jetën e tyre? Mbrëmja ishte e qetë në apartamentin e tyre në Tiranë. Dritat e qytetit ndriçonin nga dritarja e sallonit, ndërsa një shi lehtë binte jashtë. Arbeni ishte ulur në divan me laptopin mbi gjunjë. Po kontrollonte disa dokumente pune, ndërsa në kuzhinë dëgjohej zëri i Elirës që po përgatiste darkën. Aroma e supës me perime mbushi shtëpinë. Ishte një nga ato mbrëmje të zakonshme që Arbeni i pëlqente shumë. Pas një dite të lodhshme pune, të kthehej në shtëpi dhe të ndjente qetësinë e jetës familjare. Ai ngriti kokën dhe e pa Elirën nga dera e kuzhinës. Ajo kishte lidhur flokët në një bishtë të thjeshtë dhe mbante një përparse të bardhë. Dukej e lodhur, por buzëqeshja e saj e ngrohtë e bënte gjithmonë Arbenin të ndiej me fat. Darka do jetë gati për 10 minuta, tha ajo. Perfekt, u përgjigja Arbeni. Jam i uritur si ujk. Ata qeshën. 10 vite martesë kishin kaluar pothuajse pa u ndjer. Ata ishin njohur në një konferencë pune kur ishin në të 20-tat. Një takim i rastësishëm ishte kthyer në një histori dashurie të fortë. Elira kishte qenë gjithmonë e qetë dhe rezervuar, ndërsa Arbeni më i hapur dhe energjik. Ndoshta pikërisht kjo i kishte bërë të përshtateshin kaq mirë. Megjithatë, kishte një gjë që gjithmonë kishte qenë një pikë ndjeshme në martesën e tyre. Ata nuk kishin fëmijë. Në fillim nuk kishin menduar shumë për këtë. Karriera, udhëtimet dhe projektet e jetës kishin qenë prioritet. Por vitet kalonin, dhe çdo vit që kalonte e bënte këtë temë më të rëndë. Ata kishin provuar disa herë të konsultoheshin me mjek. Testet kishin qenë normale, por shtatësia nuk kishte ardhur kurrë. Elira gjithmonë thoshte: ndoshta thjesht nuk është momenti i duhur. Arbeni përpiqej të mos e shtynte shumë këtë temë sepse shite që ajo mërzitej. Megjithatë, në thellësi të zemrës së tij, ai dëshironte shumë të bëhej baba. Shumë herë imagjinonte një fëmijë që vraponte në korridorin e shtëpisë së tyre. Një zë i vogël që thëriste: "Babi." Ai u ngrit nga divani dhe vendosi laptopin mbi tavolinë. "Do bëj një dush të shpejt para darkës," tha. "Mirë," u përgjigj Elira. Arbeni shkoi në dhomën e gjumit. Ndërsa po kërkonte një bluzë të pastër në dollap, vuri re se një nga sirtarët ishte gjysmë i hapur. Ai u ul dhe filloi ta mbyllte, por diçka i tërhoqi vëmendjen. Brenda kishte disa dokumente të vjetra. Ai nuk ishte tip kurioz, por një zarf i verdh i vjetër duke sikur kishte vite që ishte aty. Pa menduar shumë, ai e mori në dorë. Në pjesën e përparme ishte shkruar një emër që ai nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Adrianka. Arbeni rudhi vetullat. Ai e hapi zarfin. Brenda kishte një dokument të shtypur. Ndërsa sytë e tij filluan të lexonin rreshtat e parë, zemra filloi të rrihte më shpejt. Certifikat lindjeje. Ai ndjeu një ndjesi të çuditshme në stomak. Data e lindjes ishte 12 vite më parë. Në dokument ishte shkruar edhe emri i nënës. Arbeni ndjeu sikur ajri në dhomë u bë i rënd, sepse emri i nënës ishte Elira Hoxha. Ai qëndroi për disa sekonda i ngrirë. Ndoshta ishte një gabim. Ndoshta ishte një dokument i dikujt tjetër. Por më poshtë ishte edhe një dokument tjetër. Kontratë birësimi. Arbeni lexoi çdo rresht me një ndjenjë që përzihej mes hutimit dhe frikës. Në dokument shkruhej qartë se një fëmijë i quajtur Adrian ishte dhënë për birësim menjëherë pas lindjes. Dhe në fund të dokumentit ishte një firmë. Firma e Elirës. Arbeni ndjeu sikur zemra ju ndal për një moment. 10 vite martesë, 10 vite së bashku. Dhe ai nuk kishte ditur kurrë se gruaja e tij kishte pasur një fëmijë. Një fëmijë që e kishte dhënë për birësim. Nga kuzhina dëgjohej zëri i saj. "Arben, apo vjen për darkë?" Ai mbajti dokumentin në duar dhe qëndroi i heshtur. Në kokën e tij filluan të vërtiteshin qindra pyetje. Pse nuk ja kishte treguar kurrë? Kush ishte babai i atij fëmije? Dhe pyetja më e madhe: ku ishte tani ai fëmijë? Arbeni mbylli ngadalë zarfin. Në atë moment ai e kuptoi diçka që tronditi edhe më shumë. Gruaja që ai mendonte se e njihte më mirë se kushdo tjetër kishte një histori të tërë që ai nuk e kishte dëgjuar kurrë. Dhe ndoshta, ky sekret ishte shumë më i madh nga sa dukej. Ai mori një frymë të thellë dhe u drejtua drejt kuzhinës. Por këtë herë çdo hap i dukej më i rënd, sepse ai e dinte se pas pak minutash do t'i duhet të bënte një pyetje që mund të ndryshonte gjithçka në martesën e tyre. Elira, tha ai me zë të ulët. Ajo u kthye nga soba dhe buzëqeshi. Po, Arbeni ngriti zarfin në dorë. Buzëqeshja në fytyrën e saj u zhduk menjëherë. Ngjyra ju largua nga fytyra. Dhe në atë moment, Arbeni kuptoi se dokumenti që kishte gjetur ishte vetëm fillimi i një sekreti shumë më të madh.
Kuzhina u mbush me një heshtje të rëndë. Arbeni qëndronte në mes të dhomës me zarfin në dorë, ndërsa Elira ishte ngrirë pranë sobës. Lugën që mbante në dorë e kishte lënë të bjerë ngadalë mbi tavolinë. Sytë e saj ishin ngulur tek zarfi. Ajo e kishte kuptuar menjëherë se çfarë kishte ndodhur. Ku e gjete? Pyeti ajo me nizë shumë të ulët. Arbeni u afrua një hap përpara. Në sirtarin e dollapit tha ai. Nuk po kërkoja asgjë. Thjesht e pash. Elira mbylli sytë për një moment, sikur po përpiqej të mblidhte forcë. Arbeni e ndjente zemrën që i rrihte fort. Elira tha më në fund. Çfarë është kjo? Ai ngriti dokumentin. Kush është Adrian? Heshtja zgjati disa sekonda që ju duken si minuta. Pastaj Elira u ulën nga kariget pranë tavolinës. Duart I dridheshin. E dija që një ditë do ndodhte, tha ajo ngadalë. Arbeni u ul përballë saj. Çfarë do ndodhte? Ajo ngriti sytë dhe pa drejt në sy. Në sytë e saj kishte frikë, por edhe një lloj lodhjeje që Arbeni nuk e kishte parë kur më parë. Që do e zbuloje. Arbeni ndjeu një shtrëngim në gjoks. Pra është e vërtet? Elira uli kokën. Po. Ai e shikoi për disa sekonda pa folur. Ti ke pasur një fëmijë? Ajo tundi kokën ngadalë. Po. Fjalët ranë në dhomë si një gur I rënd. Arbeni mbështeti shpinën në karige dhe kaloi dorën mbi fytyrë. 12 vjet, tha ai. Dhe nuk më ke treguar kur. Elira nuk foli. Ai ngriti sërish dokumentin. Dhe e ke dhënë për birësim? Po. Pse? Kjo ishte pyetja që e diqte më shumë. Elira mori një frymë të thellë. Sepse nuk kisha zgjidhje. Arbeni e pa me habi. Nuk kishe zgjidhje? Ajo heshti për një moment. Pastaj filloi të fliste ngadalë, sikur çdo fjalë të ishte një kujtim I dhimbshëm. Kjo ndodhi shumë vite para se të njeh aty, tha ajo. Isha vetëm 20 vjeçe. Arbeni nuk tha asgjë. Ai e dinte që ajo kishte studiuar në një qytet tjetër në atë kohë, por nuk kishin folur kur shumë për atë periudhë të jetës së saj. Isha studente, vazhdoi Elira. Jetoisha në një dhomë të vogël me qira. Nuk kisha shumë para. Prindërit më ndihmonin sa mundeshin. Ajo ndaloi për një moment. Dhe atëherë njoha dik. Arbeni ndjeu një ndjesi të çuditshme. Babai në fëmijës? Po. Kush ishte ai? Elira uli syt. Një djalë që studionte me mua. Shuaj Daniel. Arbeni nuk e kishte dëgjuar kur këtë emër më parë. Ishim bashkë rreth një vit, tha ajo. Mendova se e doja. Ajo buzëqeshi me hidhërim. Mendova se edhe ai më donte. Arbeni nuk foli. Kur I tregova se isha shtatzën, vazhdoi ajo, gjithçka ndryshoi. Sytë e saj u mbushën me lot. Ai u tremb. Arbeni ndjeu një zemërim të lehtë. Çfarë bëri? U largua. Thjesht u largua? Po. Ajo shtrëngoi duart. Tha që nuk ishte gati për një fëmijë. Që do I shkatëronte jetën. Arbeni shtrëngoi nofullat. Dhe ti mbete vetëm. Po. Ajo ngriti syt drejt tij. Nuk I tregova askujt për disa muaj. As prindërve të mi. Pse? Sepse kisha frikë. Heshtja u kthye përsëri në kuzhinë. Kur më në fund u tregova prindërve, tha ajo, ishte shumë vonë për të ndryshuar diçka. Arbeni e shikonte me kujdes. Ata u zemëruan? Jo. Ajo tundi kokën. Ata u tronditën, por më mbështetën. Atëherë pse edhe për birësim? Kjo pyetje e bëri Elirën të hesh për disa sekonda. Pastaj lotët filluan t'i rrëshqasin në faqe, sepse nuk mundi jepja jetën që meritonte. Arbeni nuk lëvizi. Isha studente pa para, pa punë, pa të ardhme të sigurt. Ajo shikoi drejt dritares. Një familje që nuk mund të kishte fëmijë ofroi ta birësonte. Dhe ti pranove. Pas shumë netësh pa gjumë. Zëri I saj u thye. Ishte vendimi më I vështirë I jetës sime. Arbeni ndjeu një ndjesi të çuditshme në gjoks. Ai po përpiqej ta kuptonte. Sa kohë mbajte fëmijën? Vetëm disa orë. Kjo fjali e goditi fort. Vetëm disa orë? Po. Lotët vazhdonin të rridhnin. E mbajtën krahë dhe pastaj e mora vendimin. Arbeni ndjeu një dhimbje të papritur për një histori që nuk e kishte ditur kur. Dhe që atëherë nuk e ke parë më? Jo. Ai heshti për disa sekonda. Pastaj bëri pyetjen që shqetësonte më shumë. Pse nuk ma tregove mua? Elira e shikoi drejt në sy. Sepse kisha frikë të humbisja. Pse? Sepse shumë njerëz gjykojnë. Ajo fshiu lotët. Kur njoha me ty ndihesha sikur më në fund jeta po më jepte një shans të ri. Arbeni ndjeu një përzierje emocionesh. Dhe mendove se e vërteta do ta shkatëronte. Po. Ai u mbështet në karrige dhe shikoi tavanin për disa sekonda. 10 vite. 10 vite pa e ditur këtë histori. Pastaj ai bëri një pyetje tjetër. E di ku është tani ai fëmijë? Elira tundi kokën. Jo. Asgjë? Jo. As familjen që adoptoi? Jo. Arbeni rudhi vetullat. Si është mundur? Ishte birësim I mbyllur. Kjo do të thoshte se identiteti I familjes adoptuese nuk zbulohej. Arbeni shikoi përsëri dokumentin në dorë. Në kokën e tij filloi të formohej një mendim. Ai është 12 vjeç tani. Elira tundi kokën. Po. Një djalë. Po. Arbeni e shikoi për disa sekonda.
Pastaj tha diçka që as vetë nuk e kishte menduar deri atë moment. Ndoshta duhet ta gjejmë. Elira ngriti kokën me një herë. Çfarë? Ndoshta duhet ta kërkojmë. Ajo duke e tronditur. Jo. Pse jo? Sepse mund t'i shkatërrojmë jetën. Ose ndoshta mund t'i japim përgjigje që një ditë do t'i kërkojë. Elira heshti. Arbeni e ndjente se diçka brenda tij kishte ndryshuar. Ai nuk e dinte pse, por mendimi për atë fëmijë nuk po i largohej nga mendja. Një djalë që jetonte diku. Një djalë që ishte pjesë e historisë së gruas së tij. Elira thaj ngadalë. Po. A mendon ndonjëherë për të? Lotët i mbushën përsëri syt. Çdo ditë. Arbeni ndjeu një shtrëngim në zemër. Ai e kuptoi se kjo histori nuk ishte vetëm një sekret. Ishte një plagë që Elira e kishte mbajtur brenda për vite të tëra. Por ai ende nuk e dinte një gjë shumë të rëndësishme. Një të vërtetë që do të dilte në dritë shumë shpejt, sepse shumë më shpejt nga sa mendonin. Fati do ta sillte atë djalë përsëri në jetën e tyre. Dhe kur kjo të ndodhte, asgjë nuk do të ishte më si më parë. Ajo natë ishte një nga netët më të gjata që Arbeni dhe Elira kishin kaluar ndonjëherë. Pasi mbaruan bisedën në kuzhinë, darka mbeti pothuajse e paprekur mbi tavolinë. Supa ishte ftohur dhe ora kishte kaluar mesnatën, por asnjëri nuk kishte uri. Ata u ulën në sallon në heshtje. Secili ishte i humbur në mendimet e veta. Arbeni po përpiqej të përpunonte gjithçka që kishte dëgjuar. 10 vite martesë dhe një sekret kaq i madh kishte qenë i fshehur mes tyre. Por çuditërisht, ndjenja që dominonte brenda tij nuk ishte zemërimi. Ishte kurreshtja. Dhe një ndjenjë që ai nuk e kishte pritur, një lidhje e çuditshme me atë fëmijë që nuk e kishte parë kurrë. Ai vazhdonte të mendonte për të. Një djalë 12 vjeçar diku. Nuk po fle? Pyeti Elira me zë të ulët nga divani tjetër. Jo, tha Arbeni. Ajo po shikonte duart e saj. Më vjen keq që mësove në këtë mënyrë. Arbeni heshti për një moment. Më vjen keq që mbajte vetëm gjithë këto vite. Ajo ngriti sytë e habitur. Nuk e di zemëruar? Ai mori frymthen. Jam i tronditur. Pastaj shtoi. Por më shumë jam i trishtuar që e ke mbajtur këtë peshë vetëm. Sytë e Elirës u mbushën përsëri me lot. Nuk dija si ta tregoja. Mund ta kishe bërë. Kisha frikë. Arbeni u mbështet në divan dhe shikoi drejt dritares. Shiu kishte pushuar dhe rrugët e qytetit ndriçonin nga dritat e makinave. Ai është diku tani, thaj ngadalë. Elira nuk foli. Një djalë 12 vjeçar. Po. Ndoshta luan futboll, shkon në shkollë, ka miq. Ajo fshiu një lot. Shpresoi të jetë i lumtur. Arbeni heshti për disa sekonda. Pastaj u kthye drejt saj. A ke menduar ndonjëherë ta kërkosh? Elira mbylli syt. Po. Dhe? Nuk guxova kur. Pse? Sepse nuk e di nëse familja e tij adoptuese do ta donte këtë. Ajo vazhdoi. Ndoshta ai nuk e di që është i birësuar. Dhe nëse e di? Elira heshti. Atëherë ndoshta një ditë do kërkoj përgjigje. Arbeni e ndjeu se kjo bisedë nuk po i largohej nga mendja. Sa më shumë mendonte për atë djalë, aq më shumë ndjente se kjo histori nuk kishte mbaruar. Dua ta gjejmë, tha ai papritur. Elira ngriti kokën me një herë. Arben, nuk po them që duhet t'i ndryshojmë jetën. Atëherë pse? Sepse ai është pjesë e historisë tënde. Ai bëri një pauzë. Dhe tani është edhe pjesë e jetës sime. Elira e shikoi për disa sekonda pa folur. Nuk është kaq e thjeshtë. E di. Birësimi ishte i mbyllur. Por duhet të ketë dokumentet, institucione, njerëz që dinë diçka. Elira mendoi për një moment. Ka një zyrë sociale që u mor me procesin. Arbeni u drejtua me një herë. Ku? Në qytetin ku linda. A mendon se mund të kenë ende dosjen? Ndoshta. Heshtja mbushi përsëri dhomën. Pastaj Elira tha diçka me zë të ulët. Kam frikë. Nga çfarë? Nga ajo që mund të zbulojmë. Arbeni e kuptonte, sepse edhe ai kishte të njëjtën frikë, por kishte edhe një ndjenjë tjetër, një ndjenjë që nuk e kishte ndjerë më parë. Shpresë. Mund të shkojmë vetëm për të pyetur, tha ai. Vetëm për informacion. Elira mendoi për disa sekonda. Pastaj tundi kokën ngadalë. Në rregull. Arbeni ndjeu sikur një kapitull i ri po fillonte. Por asnjëri prej tyre nuk e dinte se sa shpejt do të ndryshonte gjithçka. 2 javë më vonë. Arbeni dhe Elira po qëndronin përpara një ndërtese të vjetër administrative. Në tabelën e hyrjes shkruaj: Zyra e shërbimeve sociale. Elira duke nervoze. Nuk jam e sigurt nëse duhet ta bëjmë këtë, tha ajo. Arbeni vendosi dorën mbi supin e saj. Mund të largohemi në çdo moment. Ajo mori frymther. Jo, le të hyjmë. Ata hyn brenda. Pas disa minuta shpritjeje, një grua rreth të 50-ve i ftoi në zyrë. Si mund t'ju ndihmoj? Pyeti ajo me një buzëqeshje profesionale. Elira u ndje sikur zëri po i dridhej. Unë dua të pyes për një birësim që ndodhi rreth 12 vite më parë. Gruaja ngriti vetullat lehtë. Birësimet janë konfidenciale. E di, tha Elira. Unë jam nëna biologjike. Gruaja heshti për një moment. Keni ndonjë dokument? Arbeni i dha zarfin. Gruaja e hapi dhe filloi ta lexoj. Pas disa sekondash ajo ngriti syt. Një moment. Ajo u ngrit dhe doli nga zyra.
Minutat që pasuan dukeshin të pafundme. Elira po shtrëngonte duart fort. Zemra po më re shumë shpejt, tha ajo. Edhe mua, tha Arbeni. Pas disa minutash gruaja u kthye me një dosje të vjetër. Ajo ul dhe e hapi. Dosja ekziston ende, tha ajo. Zemra e Elirës filloi të rrihte edhe më fort. Ash mirë? Pyeti ajo me njëherë. Gruaja buzëqeshi lehtë. Nga sa shoh këtu po. Lodhët mbushën sytë e Elirës me njëherë. Faleminderit Zotit. Arbeni u përkul pak përpara. A mund të dim diçka për të? Gruaja mendoi për disa sekonda. Nuk mund t'ju jap identitetin e familjes adoptuese. E kuptojmë, por mund t'ju them diçka tjetër. Ata e shikuan me vëmendje. Gruaja lexoi një rresht në dosje. Pastaj ngriti syt. Djali quhet ende Adrian. Elira mbuloi gojen me dorë. Ata e mbajtën emrin? Po. Arbeni ndjeu një ndjenjë të çuditshme. Dhe si është ai? Gruaja buzëqeshi. Nga raportet që kemi është një nxënës shumë i mirë. Vërtet? Po. Ajo vazhdoi. Dhe është shumë i talentuar në muzikë. Elira u habit. Muzikë? Po. Luajnë violinë. Arbeni dhe Elira u pan për një moment, sepse kishte diçka që gruaja nuk e dinte. Elira kishte studiuar violinë për vite të tëra kur ishte e re. Ka edhe një informacion tjetër, tha gruaja. Arbeni u drejtua pak përpara. Çfarë? Gruaja shfletoi një faqe tjetër. Ka një koncert të shkollës javën tjetër. Heshtja ra në dhomë. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti Arbeni. Gruaja e pa drejt në sy. Do të thotë që nëse doni ta shihni nga larg, kjo mund të jetë një mundësi. Elira ndjeu sikur zemra po i dilte nga kraharori. Pas 12 vitesh, ajo mund ta shihte djalin e saj për herë të parë. Por ajo që nuk e dinin ende ishte se ai koncert do të ndryshonte jetën e tyre në një mënyrë që askush nuk e kishte imagjinuar. Sepse gjatë atij koncerti, Adriani do të shihte dik në publik dhe do të ndjente menjëherë se ajo grua nuk ishte një panjohur. Java që pasoi ishte një nga më të vështirat në jetën e Arbenit dhe Elirës. Çdo ditë dukej më gjatë se zakonisht. Sa më shumë afrohej dita e koncertit, aq më shumë rritej ankthi në zemrën e Elirës. Ajo nuk flinte mirë. Netëve zgjohej disa herë dhe qëndronte ulur në errësirë, duke menduar për një djalë që nuk e kishte parë kurrë që nga dita kur kishte lindur. Një djalë që tani ishte pothuajse adoleshent. Një djalë që ndoshta nuk e dinte as që ajo ekzistonte. Arbeni e vinte re lodhje në fytyrën e saj çdo mëngjes. Nuk duhet ta bëj nëse nuk ndihesh gati, i tha një mbrëmje. Elira tundi kokën ngadalë. Jo, dua ta shoh. Je sigurt? Po. Ajo heshti për një moment dhe pastaj shtoi. Kam pritur 12 vite për këtë moment. Arbeni nuk tha asgjë tjetër. Ai e kuptonte që kjo nuk ishte vetëm kurreshtje për Elirën. Ishte diçka shumë e thellë. Ishte një plagë e vjetër që në fund po hapi përsëri. Dita e koncertit. Salla e shkollës ishte mbushur me prindër dhe familjar. Dritat e ngrohta ndriçonin skenën, ndërsa në rreshtat e parë prindërit flisnin me emocion për performancat e fëmijëve të tyre. Arbeni dhe Elira hynë në heshtje dhe ulën në rreshtat e fundit. Elira mbante duart të shtrënguara fort në prehrin e saj. Zemra po i rrite aq fort sa mendonte se të gjithë mund ta dëgjonin. Je mirë? Pyeti Arbeni me zë të ulët. Nuk e di, përshpriti ajo. Në sken filluan të dilnin nxënësit një nga një. Disa kënduan. Disa luajtën piano. Publiku duartrokiste me dashuri. Por për Elirën gjithçka duke e paqartë. Ajo po priste vetëm një moment. Një emër. Pas rreth një ore, drejtuesja e programit doli përsëri në sken. Performanca e radhës është nga një nxënës shumë i talentuar i klasës së 7. Elira ndjeu frymën t'i ndalej. Ai ka fituar disa çmime në konkurse muzikore dhe sot do të interpretojë një pjesë klasike në violinë. Arbeni e pa Elirën. Duart e saj po dridheshin. Pastaj drejtuesja tha emrin. Ju lutemi mirëprisni. Adrian Kola. Koha duke sikur u ndal. Një djalë i gjatë për moshën e tij doli në sken. Ai mbante violinën në dorë dhe përkuli kokën me respekt para publikut. Elira mbuloi gojen me dorë. Jotët i mbushën me njëherë syt. Arben përshpriti ajo. Po, është ai. Arbeni e shikoi me vëmendje. Djali kishte flokë të errët dhe sy të qetë. Por kishte diçka në fytyrën e tij që Arbeni nuk mund ta shpjegonte. Një ngjashmëri të çuditshme me Elirën. Adriani vendosi violinën në supë dhe ngriti harku. Salla u qetësua. Dhe pastaj muzika filloi. Tingujt e violinës mbushën sallën me një melodi të butë dhe të thellë. Publiku dëgjonte në heshtje. Por për Elirën ishte më shumë se një koncert. Ishte hera e parë që shihte djalin e saj. Ajo vështronte çdo lëvizje të tij, çdo shprehje në fytyrën e tij. Lotët i rridhnin pa u ndalur. Arbeni vendosi dorën mbi dorën e saj. Është i mrekullueshëm, përshpriti ai. Elira vetëm tundi kokën. Por në atë moment ndodhi diçka e papritur. Në mes të melodisë, Adriani ngriti syt nga violinë dhe vështroi drejt publikut. Sytë e tij kaluan mbi njerëzit në rreshtat e parë, pastaj mbi ata në mes, dhe më në fund drejt rreshtave të fundit, drejt vendit ku qëndronin Arbeni dhe Elira. Për një moment shumë të shkurtër, sytë e tij u ndalën mbi Elirën.
dhe diçka ndryshoi në fytyrën e tij. Ishte një shprehje e çuditshme, sikur kishte ndier diçka, sikur ajo fytyrë nuk ishte plotësisht e panjohur. Harku i violinës u ndal për një sekondë të shkurtër. Publiku nuk e vuri re, por Elira e vuri re. Edhe Arbeni. Pastaj Adriani vazhdoi të luante. Melodia përfundoi dhe salla shpërtheu në duartrokitje. Adriani përkuli kokën përsëri dhe u largua nga skena. Elira po çante në heshtje. E pe? Pëshpriti ajo. Po. Ai më pa. Arbeni tundi kokën. Po. Por ajo që asnjëri nuk e dinte ishte se ajo ndjenjë nuk ishte vetëm në imagjinatën e Elirës. Sepse në prapasken, Adriani po fliste me mësuesen e tij. Mësuese, tha ai. Po Adrian. Në rreshtin e fundit ishte një grua. Mësuesja buzëqeshi. Shumë njerëz po të shikoni. Por Adriani tundi kokën. Jo, kjo ishte ndryshe. Ai heshti për një moment. Pastaj tha diçka që e bëri mësuesen të habitej. Nuk e di pse, por më dukej sikur e njihja. Por momenti më i madh i kësaj historie nuk kishte ndodhur ende, sepse vetëm pak minuta më vonë, Adriani do të dilte në korridorin e shkollës dhe do të përballej për herë të parë me gruan që e kishte sjellë në jetë. Pa e ditur ende se ajo ishte nëna e tij. Nëse dëshiron, pjesa 5 do të jetë finalja shumë emocionale, ku Adriani takon Elirën në korridor. Ndodh një bisedë që ndryshon gjithçka dhe zbulohet nëse ai do ta mësojë të vërtetën për nënën e tij biologjike. Salla e koncertit filloi të zbrazet ngadalë. Prindërit po dilnin duke folur me entuziazëm për performancat e fëmijëve të tyre. Disa ndalnin për të bërë fotografi pranë skenës, ndërsa të tjerë shkonin drejt korridoreve për të përshafuar fëmijët që kishin performuar. Elira ende nuk ishte ngritur nga vendi. Ajo po shikonte skenën bosh, ndërsa lotët vazhdonin të rridhnin në heshtje. Ai është, pëshpriti ajo. Ai është djali im. Arbeni i shtrëngoi dorën. Po. Për disa sekonda ata qëndruan pa folur. Pastaj Arbeni tha ngadalë. Do të dalim? Elira mori frymëthe. Po. Ata u ngritën dhe dolën nga salla drejt korridorit të shkollës. Zhurma e njerëzve mbushte ambientin. Fëmijët vraponin drejt prindërve, ndërsa prindërit i përshafonin me krenari. Elira shikonte çdo fytyrë të re që kalonte pranë. Zemra po i rrihte fort. Diku në atë ndërtesë ishte djali i saj. Një djalë që kishte ëndërruar ta shite për 12 vite. Papritur, nga një derë anësore dolën disa nxënës me instrumente në duar. Mes tyre ishte edhe Adriani. Ai po fliste me dy shokët e tij dhe po qeshte. Elira ndjeu sikur këmbët i humbën forcën. Arben, tha ajo me zë të ulët. Arbeni e pa me njëherë. E shoh. Adriani po afrohej drejt korridorit kryesor. Pastaj, për një moment, sytë e tij u drejtuan përsëri nga Elira. Ai ndaloi se ecuri. Shokët e tij vazhduan përpara, por ai shndroi aty për një sekondë. Sytë e tij ishin ngulur tek ajo. Elira ndjeu sikur zemra po i dilte nga kraharori. Ajo nuk e dinte çfarë të bënte. Të largohej? Të qëndronte? Të fliste? Adriani filloi të afrohej ngadalë. Arbeni e ndjeu tensionin në ajër. Do të jesh mirë? Pëshpriti ai. Elira vetëm tundi kokën. Pas disa hapash Adriani u ndal përpara tyre. Ai dukej pak i turpshëm, por edhe kurioz. Përshëndetje, tha ai me një buzëqeshje të lehtë. Elira ndjeu sikur zëri ishte bllokuar. Përshëndetje, tha më në fund. Adriani mbante violinën në dorë. Ju pash në publik gjatë koncertit. Elira tundi kokën. Po ishe shumë i mirë. Djali buzëqeshi. Faleminderit. Ai e shikoi për disa sekonda me vëmendje. Pastaj tha diçka që e bëri Elirën të dridhej. Nuk e di pse, por më dukej sikur ju kisha parë më parë. Elira ndjeu një val emocionesh që i përshkoi trupin. Arbeni ndërhyri butësisht. Ndoshta sepse disa njerëz thjesht të duken të njohur. Adriani qeshi lehtë. Ndoshta. Pastaj ai u kthye përsëri nga Elira. Ju pëlqen muzika? Elira buzëqeshi përmes lotëve. Shumë. Luani ndonjë instrument? Ajo hezitoi për një moment. Pastaj tha, violin dikur. Sytë e Adrianit u zgjeruan. Vërtet? Po. Kjo është e çuditshme, tha ai duke qeshur. Pse? Sepse prindërit e mi gjithmonë thonë që kam lindur me dashurinë për violinën. Ai ngriti supet. Askush në familjen time nuk luan muzikë. Elira ndjeu zemrën të shtrëngohej. Arbeni e pa dhe vendosi dorën lehtë mbi shpatullën e saj. Ndoshta është një talent natyral, tha ai. Adriani buzëqeshi. Ndoshta. Në atë moment një grua dhe një burr u afruan nga fundi i korridorit. Adrian, thiri gruaja. Adriani u kthye. Mami. Ai vrapoi drejt tyre. Elira i ndoshi me sy. Gruaja e përshafoi fort, ndërsa burri vendosi dorën mbi shpatull me krenari. Ishte fantastik, tha gruaja. Faleminderit. Adriani u kthye përsëri drejt Arbenit dhe Elirës. Këta janë prindërit e mi. Elira buzëqeshi me mirësjellje. Djali juaj është shumë i talentuar. Gruaja buzëqeshi me krenari. Faleminderit shumë. Pastaj familja filloi të largohej drejt daljes. Para se të dilte nga korridori, Adriani u kthye edhe një herë. Ai ngriti dorën dhe përshëndeti. Natën e mirë. Natën e mirë, tha Elira me zë të butë.
Dhe pastaj ai u largua. Elira qëndroi duke parë derën për disa sekonda. Lotët rridhnin përsëri në heshtje. Arbeni e përshafoi butësisht. A je mirë? Ajo mori frymëthe. Po. Je e sigurt? Ajo buzëqeshi mes lotëve. Po. Arbeni e pa me kujdes. Nuk do t'i thuash kur? Elira shikoi drejt derës ku ishte larguar Adriani. Pastaj tha ngadalë. Ndoshta një ditë. Ajo fshiu lotët, por sot pash që është i lumtur. Ajo mori frymëthe. Dhe kjo është gjithçka që kam dashur për 12 vite. Arbeni tundi kokën. Është një djalë i mrekullueshëm. Elira buzëqeshi lehtë. Po. Ata dolën nga ndërtesa së bashku. Shielli ishte i qartë dhe ajri i natës ishte i freskët. Ndërsa po ecnin drejt makinës, Elira ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej shumë kohësh. Paq, sepse megjithse jeta kishte marrë një rrugë tjetër për djalin e saj, ajo më në fund e kishte parë. Dhe tani e dinte një gjë me siguri. Diku në atë qytet jetonte një djalë i talentuar, i lumtur dhe i dashur. Një djalë që kishte lindur nga ajo, dhe që do të ishte gjithmonë pjesë e zemrës së saj, edhe nëse ai nuk do ta dinte kur.